Këtë të mërkurë zhvillua mbledhja e Komisionit Kombëtar të Integrimit, ku diskutua për progresin dhe sfidat në kuadër të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, si dhe për luftën kundër piraterisë digjitale dhe audiovizive. Gjatë fjalës së tij, kryetari i grupit parlamentar të PS-s Taulan Balla u shpreh se kuvendi ka një rol të pazëvendësueshëm në procesin e integrimit evropian, përmes miratimit dhe mbikëqyrjes së zbatimit të legjislacionit, si dhe dialogut me institucionet dhe partnerët ndërkombëtar. Ai deklaroi se po shfrytëtohen ndryshime në ligjin për të drejtën e autorit dhe legjislacionin për mediat audiovizive si pjesë e parafrimit me standardet e BE-s. Për këtë arsye, kjo çështje për cilën e kemi mbledhur sot Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian është pjesë e kapitullit 7, pronësia intelektuale. Një nga kapitujt që dua ta ndaj me ju është prej atyre kapitujve që ne synojmë ta mbyllim brenda këtij viti në rrugën tonë të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe gjithashtu është edhe pjesë e kapitullit 10 për shoqërinë e informacionit dhe media. Nëse do t'i hidhim një sy raportit të Komisionit Evropian për vitin 2025, mbi të cilin edhe vetë Parlamenti Evropian miratoi 2 javë më parë rezolutën e vet, dhe do të shikonim progresin që Shqipëria ka bërë në parafrimin e legjislacionit me akin europiane, do të thonim se Shqipëria është sot mesatarisht e përgatitur në fushën e pronësisë intelektuale. Nga ana tjetër, drejtoresha e AMA-s Armela Krasniqi u shpreh se pirateria përbën një kërcënim të drejtë për funksionimin e tregut audioviziv, për cënimin e subjekteve të ligjshëm për dëmin real të tyre. Kryetaria e AMA-s deklaroi se gjatë vitit 2025 janë mbyllur 10 servera brenda Shqipërisë që shpërndanin përmbajtje të piratuar, ndërsa me bashkëpunim ndërkombëtar janë bllokuar dhe 4 servera të tjerë jashtë vendit. Kemi ndeshur edhe me fenomene të tilla kur në platforma si Facebook, për shembull, reklamohen produkte të vjedhura dhe askush nuk ka çfarë bën asgjë. Kjo do të thotë se përgjigjja institucionale nuk mund të mbështetet më vetëm në instrumentet tradicionale të inspektimit që ka institucioni ynë. Ajo kërkon monitorim të vazhdueshëm të gjithë mjedisit digjital, bashkëpunim ndërinstitucional, koordinim me platformat globale të teknologjisë dhe mekanizma të tjerë rregullator që do t'i përgjigjen më shpejt zhvillimit të këtij fenomeni. Në këtë drejtim, gjatë viteve të fundit, AMA në fakt ka ndërtuar një qasje të integruar, e cila kombinon monitorimin, inspektimin aktiv të tregut, ndërhyrjen administrative, bashkëpunimin me autoritetet kombëtare, por edhe ato ndërkombëtare, si dhe iniciativa për përmirësimin e kuadrit ton ligjor që ne ndjejmë si mangësi. Një nga treguesit më domethënës të këtij angazhimi është fakti se pjesa dërmuese e ankesave të administruar nga AMA gjatë vitit 2025 lidhej pikërisht me shkeljen e të drejtave të transmetimit përmes piraterisë televizive, kryesisht nga subjekte të paautorizuara që operonin nëpërmjet internetit. Ky zhvillim konfirmon se pirateria nuk është më një fenomen thjesht periferik, por një nga sfidat me të cilat përballet vetë tregu ynë audioviziv. Përballë këtij realiteti, AMA ka intensifikuar ndjeshëm aktivitetin monitorues, por edhe atë hetimor. Fal këtij angazhimi, grupet e inspektimit në AMA kanë identifikuar server, të cilët shpërndanin në mënyrë të palishme përmbajtje audiovizive shqiptare. Kanë monitoruar aktivitetin e platformave sociale ku promovohet pirateria. Kanë ndjekur gjurmët digjitale të aplikacioneve IPTV dhe kanë bashkëpunuar me autoritetet përgjegjëse për bllokimin e tyre. Gjatë vitit 2025 u identifikuan dhe janë marrë masa për mbylljen e 10 servera të cilët operonin brenda territorit të Shqipërisë dhe shpërndanin përmbajtje audiovizive pa të drejta. Por kemi shkuar dhe më tej. Po gjatë këtij viti janë identifikuar 4 server, të cilët kishin vendodhje jashtë vendit tonë, pra ishin jashtë jurisdiksionit shqiptar, në Rumani, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Francë, për të cilët në bashkëpunim me ofruesit ndërkombëtar të shërbimeve të hostimit u arrit bllokimi i këtyre serverave. Gjatë komisionit u theksua se lufta kundër piraterisë kërkon bashkëpunim ndërkombëtar.